Të mërkurën më datën 16 prill nisi në Vlorë finalet e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Pikërisht këtë të mërkur, vajzat vlonjate do të presin në Vlorë ekipin e Tiranës në ndeshjen e parë, ku dy skuadrat më të mira të Shqipërisë do të çelin si parin e finaleve, ku 3 fitore do të shpallin fituesin e titullit kampion. Pikërisht të mërkurën në orën 19 në Pallatin e Sportit Flamurtari, vajzat vlonjate kërkojnë edhe mbështetjen e tifozëve për ta nisur sa më parë. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të martë, shefja e klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Hasanaj vlerëson e curin që kanë patur vajzat e basketbollit gjatë këtij viti. Vim pas një viti të gjatë sportiv, një vit që para se ta filloni vendosëm objektiva, një vit i shkëlqyer, e kemi filluar me Superkupën. Kemi marrë një ligë unike që ishte një pallat sporti të imbushur, një ligë unike e jashtëzakonshme. Objektivi kryesor i ekipit Flamurtarit është titulli kampion. Jemi në krye të tabelës së klasifikimit dhe kjo na jep të drejtën 5 ndeshjeve, 3 nga ato t'i bëjmë në Vlorë. Nëse do vejmë me 5. Nëse fillojmë finalen e parë. E para dua të them që ekipi i vajzave është në gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje shumë të mirë fizike, në gjendje shumë të mirë emocionale. Dua që këtë ndeshje ne ta trajtojmë si fest, që edhe këtë vit pse jo titulli kampion të rinë në Vlorë. Është i vetmi objektivi joni që vendosim në fillim, kur fillojmë stërvitjen, kur bëjmë ekipin, objektivi i parë është që titulli kampion të rinë në Vlorë. Flamurtari është emblem në basketbol. Flamurtari ka treguar edhe këtë vit që arriti të mbushte shkallët e Pallatit të Sportit. Dhe për ta mbajtur titullin kampion në Vlorë, shefja e klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Hasanaj u bën thirrje tifozëve që të jenë sa më të shumtë në Pallatin e Sportit Flamurtari të mërkurën më 16 prill ora 19 për të mbështetur vajzat vlonjate. Përveç vajzave që janë të motivuara, unë edhe një herë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve vlonjat, të gjithë sportdarësve vlonjat, të vinë në Pallat të Sportit, ta mbushin Pallatin e Sportit, ta mbështesin ekipin e vajzave. Është finalja e parë, është shumë e rëndësishme. Kjo ndeshje na çon në Tiranë tek ndeshja e dytë të sigurt drejt titullit kampion. Edhe një herë ju bëj thirrje të jeni të gjithë për të mbështetur vajzat. Kështu Flamurtari do të diskutojë titullin kampion me Tiranën, ndërsa finalja e parë do të luhet ditën e mërkurë në orën 19 në Pallatin e Sportit Flamurtari në Vlorë.